Naim Frashëri, Qerbelaja, kënga e 17. Zoti i madh e i vërtet, qe kjo kaq e keq e shkret, zemra më mallëngjehet, kjo herë nuk rrëfehet, s'ngjan dhe më herët e tjera, po, çpan gratë e mjera. Veç ti, Zotu dhe durime, zemrat i bëre trime, kjo si shpun që duroj, zemra soje përveloj, e prit në me shumë shpres dhe rrethuan po se shpes, me lot të idhur duke qarë kush ta qafojnë më pa, në shpres si vetë tima kur duket nër kërsëllima, nga Zoti i vërtet u zbriti e nër zemra u ndriti, edhe një gaz pak në ndjerë, me e parë gjallë dhe një herë, Jetë, o e shkreta jetë, je rreme, si e vërtet, gazi dhe helmi që vinë, shkojnë prapë shumë srin, kthehem ndërne duke shkuar, po t'i presim parënduar, gjithët shpjellë e shkreta jetë, i ha prapa jo vetë. Kshu dhe njerëzit e mirë, i ha shtriga, s'do t'i le, i ha po veti pjell prap, atë që merë do t'a apë, hëna hahet e mësqiet, po zë prape përsërihet. Dhe imami këtë herë nga jo zemër e gjerë, nxori e psherëtim, mallëngjim e gashërim, e lotës si shi derdi, se po shumë keq i erdhi, shumë armikët e munduan, zemrën ja lënduan, pacin në me mallkime dhe mundime hidhërime, angjëlli i mirësis që vjen nga anë e Perëndis, zbriti e durimi pruri, pa fjallën prape zuri, nga shëlleu grarinë edhe Zejnel Abidinë, nga zemra e ti që i shtrime, u dha durim nër mundime, u tha që kish për të thënë, u mësoj që të zënë, pa u ngrit, u nis të dalë, duke thënë në shumë fjallë, gratën nër këmb Iran, e të gjitha pas i vanë, edhe Zejnel Abidini, imami u tha, ku vini? I thanë me ty të vdesim, nuk dua më të mbesim, po imami u tha rini, ju në luftës zbën të vini. Shehre Banuja tha, mua këtë fjalë mos ma thua, do të vinë bashkë të vdesim, neve mës mund të presim. Të mbes unë bijë mbreti në mes të këti rëmeti, nuk jam nga kombi juaj, pa më kanë për të huaj. Imami u tha, ju rini, të tilla nërmend mos vini, mbi ju njeriz vëdodor, kini Zot në madh këmbor, tek po thoshin këto fjalë, u derdhin lotës i val. E derdhin lotës i val, kur u dha me vrap një burr, e një hexhin duke prur, që ikën si rufe ndërër, edhe plumbjes mund ta zër. Imamit i tha, pa hipe dhe ik o buk e krip, lëri grat i sjellun, po hiq vet e mbaro pun. Imami i dha urat, pa i tha, ki kujdes grat, edhe Zejnel Abidin, e mos i lër të vinë, unë arq për të mos kthyer, Zoti i madh s'më ka gënyer, më nuk tha tjetër fjalë, po me vrap hipi në kal, hyri në mes të ushtërisë, si dragoi Perëndis, po si zjarri madh kur bie, në pyll e listat i shtije, me të madhe kërsëllim, e me shumë shëtim, nuk lë as bar as flet, ashtu dhe trimi vërtet, i shoj, i shkurtoj të tërë, Qerbelaja deti shpër, e po kërkonte ymer, edhe të parët e tjerë. Do t'i kisht të gjithë të shuar, po për uj i shpërvëluar, te lumi u afërua, pa ndenj pa këzumi tua, shokët nërmend i erdh, lotë si lumi ju derdh, atje te krije mejtoj, e zemra i përvëlohi, hasir i bir i teminit, një shigjet i shtije trimit. Në buzët e zu shigjeta, dhëmbët i shturi e shkreta, po, Zoti i vërtet, se përmbys një dhe në shkret, armikët e mallkuar e psholl imam në uruar, gjithët qishtë ushtëria, kalori e këmbësia, po si galat u lëshuan, pa po në mes të rrethuan, shtu në ushtë e shigjetë kundrejt Zotit e vërtet. Një shigjet e shkret e mori në ball, pa kur e nxori gjaku rodhi po si krua. Po, me gjaku mbulua,
mos më keq se s'merr më shumë, djall o pun, fat o lum, pas asaj po si dragua mbi armikët u lëshua, me kordë të larë shturi, me këzu në det e vuri. Fluturonte si fajkua, lëshohej po si dragua, armikët të gjithë i binin, shigjetat në trupt e zinin, plagë kishte 70 edhe ky trimi vërtet. Në gjak ish mbytur i tërë, o armik, ç'kini bërë, mallkim paçi për jetë, nga Zoti i madh i vërtet. Ira tërë rëmeti pa fuqi më nuk i mbeti, armikët e rrethuan, më tepër e shtrënguan, imami prapo lëshua, ushtëria u tmerua, u përhapën e prap u mblodhë të gjithë shigjeti i hodhë, shumë shigjeta i shtun, edhe të shumat e zun. Kali kishte plagë shumë, gjaku i rriste si lumë, parën koje pshërëtiti, imam Husejni i zbriti, armikët më këmbe pan, të tërë si për Iran. Ymeri ju afrua e pa dhe u tërpërua, shimri liki mallkuar u derë si qeni tërbuar, po imami si dragua me kor drejt ju lëshua, po sa pa imam Husejn iku me vrap mori dhen. Pas ta mblodh shimri të tit edhe të tjerë jezit, së largu të tërë ishtien, shigjetat si breshër bien, kali rreth të Zoti vinte dhe sa mund të hingëllinte, armikët gjithë u përmblodhë pa shigjeta shumë hodhë, gjithë së largu ishtinin, po afërën nuk i vinin. Imam i Zotit të jetës, që ish burim i së vërtetës, kish marë plagë me mi, gjaku i vi po si vi, po prap a ju po shpinte, me kordën në dorë rrinte. Shigjetat që i shtinin, si gjëmba në trup i rinin. Zoti madh, ti qyshe prure në mes të djajet e shture, me gjithë ato të këqia, i dha fuqi Perëndia, armikët të prap i ndoqi, dhe këpreku kordi hoqi, armikët u përndan, po prap u mblodh e Iran, pa shimri mallkuar a ju djallit meruar, me shokët e ti thëriste, po si qeni angulliste, u thoshte, pse nuk i bini, edhe më të gjallë e lini, ata gjithë e rrethuan, po prap s'u afruan, u zun gjithë nga harku, e godit në së largu, shumë djaj të mallkuar u nis në për të afruar, ju qasnë e u turpëruan, pa po prap u mërguan. Kishin të gjithë shpres nga i biri Mavijes, që tu ipte punë e mit, kshu i mësonin djallëzit. Imam Husejni po rrinte gjaku po si lum i vinte, donte dhe më të qëndronte e plagët të t'i duronte, po fuqia ju mbarua dhe zemra ju përbëlua. A ju Zot ç'plak kish marrë, zemra qysh ish e tharë, mushkërit i kishin djegur, atë ditë kishte hequr, sa të këqia kish parë, çmynzyra i kishin gjarë. O po, Zoti i vërtet, ç'ishte kjo e thënë shkret, nga ju i kombi Mavijes, dira shtrigu i pabes, me një shigjet e goditi, krahne djathti e drobiti. Sinan e nesi së prapi, duke na hitur si qapi, sa mundi shtu qeni qetë, pa ajo shigjet e shkret në krah të djathtë e mori dhe i del nga kraharori. Para shtylle njerëzis e drejtës e Perëndis, u tund fushë qerbelas, qielli zu të kërsas, tërmet randë gjithë jetë, kura imam i vërtet. U tund gjithë si e tërë, kjo punë më s'ishte bërë. Hapli bashkë me të birë u lëshuan me dëshirë, ju qasnë po kur e pan u trëm e shkuan dhe lanë. Një teatru ju afrua, imami i tha, me mua ç'keti o njeri i mjerë, pse nise për në skëterë? Kur ati nga Perëndia i erdhë gjithë mirësia, tha, ç'bët o të mallkuar, vrat njerin e urua, paçi nam o të pabes, ky është biri Fatimes, është i nipi Muhametit. Kështu tha dhe ju derdh rëmetit, shturi me shpatë të gjatë, lanë në vend një 6-7, pa gjithës si për Iran, e vranë e gjallë nuk e lanë. Pastaj të tërë sa qenë e pshodhi Imam Husejn, si cili ti qase i donte, po prapë nuk u zonte, veç shimri ligit me ruar dhe Sinan i mallkuar, qente skëterës së shkret ju qasë në të dy të qetë. Shimri djalli mallkuar e shkeli në kraharuar. Mos më keq Zoti vërtet, gjerë këtu kjo punë shkret.
Angjëlli i Perëndis zbriti me robë të zis, shimrin e nëmër e shtyti, pas se shkeli për së dyti. Pa po shimri mallkuar ishte shumë i shëmtuar, dhëmbët të pejderi kishte, ai është djallë njerësishte, kishte dalë prej skëtere, si deri kur del prej there, kish fytyrën më nxyrë, edhe mënyrën të ndyrë. Kordën e nxori qeni, hapi syti Imam Huseni, pa i tha: në këtë hanë njerëzia luftës së zanë, është e premte kjo ditë, që i lënë djallëzit, i falen Perëndis, pas udhës së njerëzis, edhe ty më gjyshe lëvdojnë, e ndihmë mësoj e kërkojnë, edhe fëmijës së tia urati jep njerëzia. Ju gëzuat e na shatë, dhe na shuat e na vratë, po këtë të madhe plagë, Zoti nuk e lë pa shpagë. Kështu tha dhe nga zemre gjerë, psherët i fort një herë, pas zungoj e Perëndin dhe mblodhi gjithë fuqin, unë një kokën ju falë Zotit, fuqi madhë, mëshirë plotit, shimri i ra, pas të nëmë. Po, e madhe gjëm, e pas Zoti kokëprerë, qej ti bëri sterë, armikët edhe të anë kështu në falje si pre vranë, koka që ishte e prerë, duke folur tha një herë, me një zë shumë të qetë, Zoti madhë është i vërtet. Naim Frashëri, Qerbelaja, kënga e 17. Nxitoni të regjistroheni tek Udha e Shkronjave, organizatore e Olimpiadës Kombëtare.